Selam aleikum të gjithëve, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Të nderuar, në qoftë se në komshillëkun tuaj, të largët apo të afërt, e ka kapluar flaka ose i ka kapluar zjarri disa shtëpi dhe ata banor të atij vendi apo ambienti, po ju digjet pasuria, po ju shkatrohet ekzistenca, disa nga ata vdesen në flakët e tërbuara. Ju, pasi që e shihni dhe po e përjetoni këtë kataklizëm, pyetja ime, a do të kishim mund ju të organizoni darsëm dhe t'i thirrnit muzikantët edhe këngëtarët edhe t'ja fillonit hares, përderisa në komshillëkun tuaj ka njerëz të cilët janë duke vdekur, se disi nuk ka si po shpëtohen ato nga flakët. I ka kapluar flaka ku ata nuk kanë si dalen dhe nga tymi, ata po ngulfaten dhe nga nga mos të qenurit në gjendje që të frymojnë ajër të pastër, disa nga ata edhe ndrojnë jetë, pra vdesen. Dhe ju në komshillëkun tuaj organizoni darsëm me muzikante, me tupana, e me dajre, me defe, me këngë ke hare. Ju pyes, a do ta kishi bërë këtë? Me siguri jo, apo? Po momentalisht në komshillëkun e atyra që në lindjen e mesme, a ka kësi lloj kataklizme? Po. Kush është ajo? Para syve të gjithë botës, para kamerave të gjithë botës, para mediave të gjithë botës, para presidentëve të gjithë botës, para reisave të gjithë botës, para sultanëve, para kalifëve, para mbretërve, para muftinive, para hoxhollarëve, para popave, para priftave, para pristave, para pastorëve, para xhamive, kishave, sinagovat, çka bëhet? Po masakrohen fëmijë, po vriten fëmijë, po vriten gra, nëna, shtatzane, pleq, të cilët askuj nuk i kanë bë asnjë dëm dhe që nuk janë gjendje që të ikin nga vendi i ngjarjes ku po zhvillohet lufta, ku po zhvillohen bombardime, ku po masakrohen, ku po shkatrohen, ku po asgjësohet infrastruktura e një populli i të cilit i kanoset çfarosja dhe çka në komshillëk, çka organizohet? Haç, umre, dhe më e keqja, për haxhin po bëhet propagandë e madhe që të shkojnë të gjithë në hax si vjen. Apo, dhe haxhi, Qabja, Mekja është në komshillëk me kë? Me kënd, me Palestinën, me Libanin, me Iranin. Mund të mendojmë çka të duam, çka të na vinë në mend. Të jemi kundër, të jemi pro, ku ta diun, por një gjë bre nuk mund ta mohojmë. Duke e parë vdekjen, duke e parë me sinj çdo ditë, nëpër media gjithandej, se sot është koha e internetit, jetojmë në shekullin e internetit, nuk e si e fsheh një gjë të tillë. Dhe kur krejt këta dihen, atëherë si ka mundësi bre, në komshillëkun tonë të vdesen njerëz dhe ti e sheh vdekjen atyre me si, e përjeton 24 orë dhe nuk vrapon ti ndihmosh, ti nxjerrish nga flaka, që u shpëtosh jetën, po çka bën? Organizon darsëm, po darsmës i gjan haxhi i si vjetëm. Wallahi, haxhi i si vjetëm i ngjan darsmës. Thirrish dhe çka i bie kësaj i bie për diçka. Boni çka doni, va ka shkruaj Zoti juve edhe çka më ju bën. S'kemi çka ju bën, le tu vrasën, le tu shfarosin. Apo? Dhe më e keqes bre që është e hipokrizi e vërtet, dhe bile e gërdiqme, po hoxhollarët bre, vrapojnë be edhe në vendet tona be ku ne spitaleve s'kimi shkollave të dul njëni edhe tha, çka ato bojnë darsma, ka 100.000 franga, ka 50.000 euro, ka 100.000 euro, ti po flet pse shkojnë në haç, pse shkojnë në umre, ore vetë unë kam qenë në haç.
Kam qenë para 10-12 vjetë në haqë. Po nuk është bre momenti be, as të bojnë si drita. Po edhe ata që ka bojnë darsma. Me 100.000, 50.000, 30.000 nuk janë mend, edhe janë idiot, edhe janë njërës që s'kanë kur një lloj karakteri, edhe ju që sot vraponi, bon baki dikush i ka him, boqë edhe shet edhe malin, edhe pronën, edhe baktin që qkojë në haqë në qabe, që e njën kjo? Dhe ata qka e propagandojnë këtë, ata janë ata përgjithësit më të mëdhej, ata janë kush? Hoxhallarët e xhamijave, që vinë ata nga Arabia e Saudëve, sepse Arabia është e Saudëve, asaj familjes që e urdhon atë shtet tash 100 vjet. E keni pa ju? Keni parasysh? Familjet diktatoriale në përgadishullin arabik, të gjitha i kanë privatsu vendet, shtetet, teritorit dhe i kanë shpall shtetet të tyre. Sikur me qenë ato kompani private, një supermarje private, një biznis, qoftë në Arabinë Saudite, mirë me mend, Arabia Saudite, Arabia Saudëve, pse atina, ata këtë nga qielli ura. E keni parasysh, a ka vend që quhet Gjermania e kuj është? E Bismarckut? E ku ta di unë? Dhe të shkosh sot edhe t'i derdhish paret dhe ta detyrosh xhamatin me lloj-lloj dersesh, duke i friksuar ata të shkretët naif që 1% të fesë së tyre nuk e njohin, dhe të mbushish menden dhe të fluturosh mbi qiell ku në një largësi ajrore ndoshta më pak se 1000 kilometre vriten, masakrohen, shfarosen, shpronsohen, likuidohen qinda mijë miliona njerëz në Palestinë, në Liban, në Iran. Mu para syve të juaj dhe pas pak fije turpi me hipokrizi katastrofale, ju dilni dhe propagandoni për gjëra, duke ju hudhur zale pluhur besimtarve syve, e atyre ju turbulluar krejt ameli, krejt mendja, nuk u bojnë sajt dritë, që 24 orë nuk ke se ku e qonë kokën përveç se që shef vetëm kufoma, bombardime, shkatrime, dhe në vend që të dalën Arab e musliman, që të dalën ati në ndim, kush del në ndim? Ata që nuk janë as musliman, as Arab. Nuk ka për këtë koment, no comment. Zoti hajrin, wallahi, pas ka qenë keq, kur një popull, kur një komunitet, kur një grup njerëzish nuk e njeh atë për të cilën thirret se i takon. E në këtë rast, të thirresh në feja islame, e Kuranin mos e njohësh as 0.5%, kjo nuk shkon se as Zoti ditën e gjykimit nuk do ta pranoj. Ta dish këtë. Allahu nuk do të thotë se po çka be po filani se për ti s'ka qenë me rëndësi. Jo, me rëndësi është për gjithë. Se Allahu ka urdhëruar që ne të lexojmë, të studiojmë dhe të mësojmë fjalën e tij. E jo në mënyrë të verbër, qorazi t'i shkojmë dikuj pas. T'i shkojmë dikuj ai ku do në të na çojë. Se sikur ta dinin popullata, ta njihnin fejen e tyre si duhet. Pra ta njihnin fjalën e Allahut, Kuranin e tij fisnik, wallahi këto gabimet që po ndodhin nuk do të ndodhin dhe ata të cilët ju udhëheqin nuk do të ishin aty ku janë sot. Ju përshëndes, abonohuni në kanalin tim, Islami është ndryshe, Hidajet Fetahi. Zoti qoftë me ju, paqja e Zotit qoftë me ju. Selamu alejkum.